akshi i madh që vodhi miliarda lek do të pjell një aksh të vogël, një kotele. Kjo ishte sot deklarata e Edi Ramës, jo surprizë, jo për herë të parë pra, por e përsëritur. Ky krijon skema glabërimi parash, skema vjedhje, i përdor kur vjen koha që i del era njërës skem, ky kalon në një skem tjetër. Këtë ka bërë dhe sot kur ka lajmëruar se do hap një kompani tjetër shtetërore, një biçëm akshi. Një biçëm akshi tjetër, dhe siç ndodh në Shqipëri, që kur ikën një kompani, kur e heq nga qarkullimi, nuk merret as drejtësia më me atë, siç nuk po merret me Mirilindën që e nxori nga arresti i shtëpisë, ja kalon detyrim paraqitje edhe për ca ditë. Edhe Edi Rama krijon një skem të re, grabitje, sepse kur nuk bëjnë këto skema për dobi shtetërore dhe për dobi publike, por do krijojnë Albanian Digital Solution, i vend ca emra të huaj skemave shtetërore, këtyre çfarë quhen këto kompanive shtetërore që krijojnë, i vjen emra të huaj, domethënë qysh këtu kuptohet se çfarë serioziteti ka. Pra këtë e ka njoftuar sot Edi Rama dhe ka një javë, që në fakt kjo është tema për cilën desha me fol sot, shkon rreth më rreth, ishte në Gjirokastër, edhe thoshte atje startupi. Gjoja, ky po investon në teknologji. Në fakt me gjithë treguesët, Shqipëria është vendi i fundit në rajon që përfiton nga teknologjia, pra që ja shef hajrin teknologjisë. Është bë e Albania që gjithë ju që na dëgjoni e dini që sa shkon e Albania, këto adisat e çajnë ato të shtetit, sa shkon në një zyrë shteti, të del një punojës aty si tip pule, ose në një dangal, në një rrugaç, siç janë këta të administratës këtyre, dhe thot nuk ka sistem. Pra, nuk thon nuk punon, kanë mësuar fjalë dhe është bë kjo fjala që është bë kështu tip irrituese çdo qytetar që ka një punë në një zyrë shteti, shkon me ankthin se do përballet me fjalën e parë, nuk ka sistem. Pra nuk punon. Ose ka internet, ose s'punon faqja, siç nuk punon faqja për shembull e Albania. Në të shumtën e rasteve, nëse ke i hall që do të marrësh certifikat apo do të marrësh shërbim, e Albania nuk punon, nuk e gjen punë asnjëherë. Diella po dihet ai muhabeti diellës se si ka shku. Edhe kjo është historia që përsëritet. Ja, e kam hapë e Albanian tani, edhe thot për herë, thot kështu. Kjo e verdha këtu, se kam fillu me nxjerr njoftime, se s'kam pas nxjerr as njoftime përpara në kuadër të përmirësimit infrastrukturës teknologjike dhe rritjes performancës shërbimeve online. E Albania do t'i nështrohet një procesi përditësimi dhe optimizimi teknik. Për këtë arsye do t'jetë përkohësisht jashtë funksionit 15-18 maj. Në fakt, ka fillu më herët me qenë jashtë funksionit totalisht. E kanë vënë njoftim, herët e tjera nuk e vënë, ju e dini shumë mirë, po të kesh punë me kadastrën nuk zgjidh punë asnjëherë, nuk i shkonte mendja kujt se miliarda euro nga taksat e shqiptarëve do vidheshin në një skem të tillë, një grop thithse që ka shkaktuar një nga gjakderdhet financiare më të mëdha në historinë e Shqipërisë pas inceneratorëve
pas koncesioneve në shëndetësi, pas tenderave të rrugëve që shemben sa po inaugurohen, kjo e digitalizimit është spektakolare. Është si puna asaj që kishe kriju atë Duranën atje në Durrës, ky po të hyje në internet, gjë një vend moderne, kompanije, lloj çuditërash, atje kur shkon atje tokë djerë, domethënë kënet. Kjo kështu është historia e digitalizimit dhe vodhën i përlan parat e shqiptarëve, fati ose jo fati i madh, po skema atyre është se e kapën drejtësinë dhe nuk ka asnjë njeri përpara drejtësisë. Ndoshta nuk mund të jetë vetëm ajo Karçanaj fajtore për këtë punën e kësaj të kësaj akshit, se normalisht ajo është e përdorur prestanome, si e thon këta, por e ka marrë përsipër vetë ai, tha që ajo nuk është e pafajshme. Po tha kryeministri për dikë që është i pafajshëm, nuk ka shans që drejtësia të vazhdojnë kështu. Sot kishte një artikull tani për të krahasuar me vendet e rajonit. Na nuk duhet krahasohemi me vendet e Europës, se s'kemi si krahasohemi, nuk krahasohemi. Pavarësisht se ky ka lujt mend që edhe ka ditë që thot ne jemi më mirë se Suedia, më mirë se Gjermania. Po ta mani mend qa bëri ky kur ishte Berisha kryeministër në opozitë. Se si i shpëtoi goja një herë, mori në krahasim Berisha Shqipërinë me Gjermaninë, por që e mbajmë shumë mirë unë atë, edhe kushdo që ka nevojë ta sqaroj le të futet se e gjen edhe në kronikat e kohës, bëri një deklaratë Berisha që nxirrte Shqipërinë më mirë se Gjermania për nuk e di për çfarë elementesh, por e llogariste në raport me popullsinë edhe me sipërfaqen. Pra si do të thot një qytet super i madh, po themi, është më pak i urbanizuar se një qytet i vogël, pra që ka një sipërfaqe shumë të vogël, ka trotuare, ka ndriçime, pra në këtë lloj krahasimi hyri, pra që kishte i farë vlerë, gjithsesi prap ishte e teprume. Kanë bën namin Edi Rama dhe mediat e tij duke u tallë, duke bërë që është shmene, që ça thote, ndërkohë vet ka 3-4 ditë edhe në sytë të ambasadorit të Bashkimit Evropian që thot jemi më mirë se Gjermania për çështjen e teknologjisë. Pra mashtron si derë edhe në sytë të ambasadorit Bashkimit Evropian, të cilin e trajton me të drejtë. Unë nuk jam si këta që mërziten këta të opozitës, e trajton me të drejtë si çerr ambasadorin e Bashkimit Evropian në Tiranë, sepse ashtu pranon ai, ashtu pranojnë edhe shefat e tij, sepse kur të akaparon një kryeministër një veni bëthec, siç jemi ne, s'ta mamo pasaj dalësh tregosh dinjitet. Edhe këtë u bën ambasadorëve. I merr, i implikon, siç çonte Jurikimin e bote pushime Jurikimi me ke hotelet e Qet Kastratit atje me këta të KPA-s e KPK-s atë që janë atëherë, ne e majnë shef, nuk përmendte kush se ku i bën pushimet, apo më duket që komisioni vetingut, diçka e tillë, nuk e maj mend mirë. Nuk tregojnë se ku, dohon as mediat as kush, ndeti një vit e gjys 2, kjo nuk tregojnë se kush i kujt ishte hoteli që shkonte bënte pushime Jurikimi me këta. Përgjithsisht për blerjen e ambasadorëve, qoftë Bashkimit Evropian, qoftë atyre Amerikan, është mjeshtër edhe nuk duhet me na ardh keq fare për ambasadorët. Siç e pam ne sot, kishte dhe atë konferencën tjetër pra, e ishte shumë interesante ajo gruaja që doli foli me këtë sot, ku lajmëroi që do akshi madh do pjell një aksh të vogël, e kishte mbi emrin Kashta. Ky po dihet si e ka, edhe shkonte në përshtat ajo shprehja, e kanë bë koqe kasht akshin,
edhe digitalizimin në Shqipëri këta. Jo më larg se sot ne kemi unë gjeta ca dhëna që ishe bëj një artikull në një raport rajonal Gigmeter për vitin 2025 që maste numrin e të punësuarve online, freelancer, që janë këta, në ca platforma online, Upwork, Freelance, Guru, e tje kujtën që janë këta, të rritë që punojnë, se kryesisht rritë din të përdorin teknologji, që punojnë nga shtëpia, që bëjmë punë nga shtëpia me pagat mira kryesisht. Para disa ditësh nxori Bloombergu një artikull për Kosovën. Bloombergu, media shumë prestigjioze dhe që shkruan për kryesisht është ekonomike, shkruan për biznesin, për inovacionin, për ekonominë e teknologji. Kosova ishte në vendin e parë, nga vendet e para në Europë për përdorimin e teknologjisë për punë. Pra të rritë e Kosovës ishte frenu ikja nga Kosova për shkak të përdorimit të lartë dhe efektiv të teknologjisë. Teknologjia, thot Bloomberg, është, e kam këtu, se mos kujtoni në njëri që këtë se rregulloj dot unë që duket shkrimi këtu, se kam kuptu një herë kurrë, s'kam për ta kuptu më. Se unë nuk hyke të rritë që di me përdor teknologjinë, bëj pjesë ke këta tramës, këta dangallat që s'marrin vesh, po pak të s'më pagu njëri për nuk marrë lek taksa shqiptarësh për teknologji. Thot Bloombergu në artikullin që ka bë para disa ditësh, teknologjia është i vetmi sektor që i mban të rinjt në Kosovë. Sigurisht si ka hyrë më thellë, se në Kosovë ka shumë të rinj që rrinë Kosovë se merren me bujqësi, merren me blegtori, i keni pa historitë në për histori suksesi në për rrjetet sociale, në për media të ndryshme. Pra, të rinjt nuk ikin nga Kosova sepse punojnë online. Pra teknologjia i ka dhënë Kosova ka përfitu një benefit nga teknologjia sepse nuk i ikin njerëzit nga vendi, si që ikin shqiptarë. Sektori i teknologjisë dhe IT-së në Kosovë përbën rreth 6% të ekonomisë. 6% të ekonomisë. Futuni dhe kërkojeni se sa bën në Shqipëri sektori i IT-së dhe teknologjisë. Edhe do ta kuptoni që jemi komplet jashtë çdo lloj teme propagandistike që artikulon Edi Rama. Se do shoh një kështu të kërkoj një të thënë. Në Shqipëri jo vetëm që nuk zë 6% të ekonomisë, siç e zë në Kosovë, prit se ka dhëna interesante shumë për teknologjinë, se ka një javë ky që merret nga që i thot ato fjalët anglisht startupi, ose marrin vesh njerëzit, është thjesht një skem e re vjedhje. Me njerëz anonim që rrinë prapa skena, me njerëz që përfitojnë në i projekt. Startupe do të thotë sa financime që këta japin për një të ri që hap në biznes ose në gjë në teknologji, që sjell një inovacion e gjë, merr përfituesi, kapin në një tip shërbëtori, japin X% atij dhe përqindjen tjetër e marrin të pushtetit. Edhe kaq është e gjitha ajo se ç'a thot ky. Shikojnë dhe, ndërkohë, ka dhënat më të frikshme të ignorancës së përdorimit të teknologjisë në rajon. Vetëm 23% e qytetarëve shqiptar kanë aftësi bazë digjitale.
shumë më pak se mesatarja e rajonit dhe larg vite dritë Bashkimit Evropian. Ndërsa ata me aftësi mbi bazën, pra baza do të thot me hap, me myll në kompjuter, këta siç hap unë, do ndi me hap telefonin, ndi me hap këtë kamerën, me ngarku këto video dhe me bë këto video, por nuk digja më shumë, se nuk marr vesh nga fusha teknologjike. Nesër ose pas nesër do marr një shok timin, mik, por që është i njohur për publikun se del shpesh në media, i teknologjisë, dhe do flasim edhe për këtë çështje. Pra, baza që din me përdori qik internetin janë 23%, ndërsa ata me aftësi mbi bazën, pra që janë i qik mbi mesatarë që din 1-2 gjëra më shumë, janë vetëm 8%. Numri i specialistëve të teknologjisë është më i ulti, është rreth 1% e fuqisë punëtore. Pra 1% e fuqisë punëtore merr vesh si specialist të IT-s. Po të hysh te bizneset, 41% e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme kanë arritur në nivelin bazë të digitalizimit, por kjo ende është shumë larg kësaj mesatarës e Europës. Vetëm 9% din të përdorin inteligjencën artificiale. Shumica e shqiptarëve e harxojnë punën e inteligjencës artificiale me pyet ChatGPT-n. Mbaj në status Facebook, mbaj në status Instagram, më rregullon në foto, më rregullon në gjë. Pra këtu jemi në çështjen e teknologjisë që ky mashtron dhe paska gati me përgatit një skem të re grabitjeje, siç bën zakonisht. Edhe thot kjo e Bloombergut, se do ta krahasoj me Kosovën, se ky bosi i fort, bosi kur është para Kosovës, se fot hundët në Kosovë atje, se do rregullojnë vjosën, atë do bëjnë vjosën presidentet Kosovës. Ndërkohë Kosova 6% ekonomisë e ka me degën kryesore të ekonomisë sotme. Papunësia në Kosovë, e thot Bloombergu, e dalloni dot këtu, janë 2014 është kjo, viti, edhe thot kështu: papunësia tek të rinjt ka rënë nga 61%, që ka qenë në vitin 2014, fiksojeni mirë, kur ka fillu me marr hov teknologjia dhe kjo sektori IT-s, në rreth 10% në vitin 2025. Është më shumë se përgjysmuar. Pra, nga 61, nuk ka bë përparim që thush ka përbë një përparim shumë të mirë. Ka përbë një përparim shumë të mirë, sepse ka pas papunësinë këtë rrit 61%, edhe i ka shku 10% në vitin 2025 për 10 vjet. Ndërkohë në Shqipëri, për 10 vjet, Edi Rama, për shkak të keq qeverisjes së Edi Ramës, me aksha e me propagandë që ka bë ky, i kanë ikë qindra mijëra të rinj, jo që s'kan zënë vend pune këtu, po kanë ikë jashtë, kanë marrë rrugët e botës. Kjo është diferenca jonë me Kosovën. Sa herë ta shihni që bë si baba i Kosovës, që fut hunët e trazon gjërat atje sa herë ti do i qefi, se gjen këta ignorantët e LDK-se, PDK-se, Ramush Haradinajn me shok, duhet kuptoni, në 2014, Kosova e ka pas papunësinë të të rinj 61%, në 2025 ka rënë në 10%, fal përdorimit të lartë të teknologjisë, fal avancimit të magjisë së kohës, që është teknologjia dhe IT-ja. Ky përmirësim ka fillu gjatë pandemisë, nëse siç ka filluar në gjithë botën,
kur njerëzit fillun të rrinë në shtëpi, më shumë në shtëpi. Rreth 45.000 njerëz në Kosovë punojnë në të sektorin e teknologjisë. Dhe kanë nga këto startupet që thotë ky startupet, ky që përlan edhe pagun baxhanakun e vet te Akshi me 800 pagesa në vit, 2500 kompani në Kosovë startupe, pra që janë formu. Dhe fitojnë mesatarisht nga 1.000 euro në muaj. Gjojeni këto, futuni te Bloomberg edhe lexoni artikullin. Kush nuk di anglisht e ka shumë kollaj ose bëjeni përkthim me Google Translate se u jep kuptimin shumë mirë ose gjeni në mediat shqiptare. Pra, të ardhurat mujore të këtyre të rinjve që janë punësuar në sektorin e teknologjisë dhe IT-s është sa 2 fish e mesatares së brendshme të kosovarëve që punojnë në punëra të tjera. Ka ngrit një qendër qeveria e Kosovës edhe ka financu për një 2-3 vjet ka financu 700 startupe dhe mbi 20% e tyre janë akoma në funksion të plot. Jo si në Shqipëri që maron financimi startupit, një 2-3 muaj ma startupi s'ka më, ai biznes nuk ekziston më, se janë marrë para edhe kryhet ajo punë. Kështu që ky tani çfarë është duke bërë, siç bëri e bëni çfarë bëri me Akshin, e voli mirë, e moli si lop, se kështu e ka bërë. Jo Edi Rama, po them shteti komplet, rilindje që drejtohet nga Edi Rama. Edhe çfarë bën? Siç bëni koncesionin e sterilizimit, dilte nëpër televizora me ca bisturi të ndryshkura me ca gërshor. Shisi janë, duhet bë sterilizimi, thotë, Edhe e dha miliona euro koncesion sterilizimi. U bë asnjë gjë fare. E hapi spaku çështjen e ne zvarret atje se s'ka nërmen me dënu njëri dhe me kthy lek mrapsh në buxhetin e shtetit. Dhe e shtetëzoi, e ktheu aty ku ishte sterilizimin. E po spitali prap. Morën parat, i përlan, edhe tani e çoi në shtet. Askush nuk i ka thënë gjë. Që në një vend normal, drejtësia duhet kishte bë namin me këto lloj lëvizjesh që bën ky. Drejtësia sot duhet bënte namin me deklaratat që bën ky, që thotë do pjellim një Aksh tjetër. Albanian Solution që e kishte ajo, duhet kishte bën namin, por nuk e bën sepse nuk ka. Tani, sot artikulli thash i fundit i kësaj gigametrit që ka mat raporti rajonal, që ka mat për rajonin ton, gigametri për vitin 2025, Shqipëria rezulton vendi me rënien më të madhe të numrit të punonjësve online, që kryesisht janë të rinj. Pra, kemi rënë, nëse rajoni ka rënë 0.7% në 2024, pra ka një kurrje, Shqipëria regjistron rënien më të madhe prej 5.3% të totalit të punëtorëve aktiv në platformat të... Ja ku e keni 5.3, ja ku e keni rajoni 0.7. Pra ja ngrej mesatarin prishin punë edhe të gjithë bashkimit evropian. Po punojnë online në Shqipëri, pra po përdorin teknologjinë dhe po përfitojnë prej saj, prej mrekullisë kohës, vetëm 4.108 shqiptar. Me një kurrje me 5.3% nga 2024. Pra,
Ndërkohë që i thamë në Kosovë punonin 45.000 njerëz. Ja ku është kjo? Për teknologjinë, pra që flet ky se jemi mirë me teknologjinë, do e bëjmë Shqipërinë si Izraeli, do bëjmë se fjalët I dijej. Më bukur se di me mashtruaj, nuk ka një I dytë këtu në këtë tokë. Ja ku e keni se do ta tregoj me kështu. 45.000. Ja. Ja ku e keni. 45.000 e ka Kosova, 4.100. A shihni këtë? 4.108 e ka Shqipëria. Kosova mund të ketë harxhu vetëm ja 20-30% të parave që kanë harxhu këta me akshin. Akshi jon ka vjedh miliarda. Investimet sipas qeverisë shqiptare në sektorin e teknologjisë janë në miliarda dhe rezultati është zero. Është zero me bisht. Para nesh në rajon janë Serbia, Kroacia, Bosnia, Maqedonia e Veriut, pas ka marrë Hungarinë, pas ka marrë gjithë Europën nuk lindore, më duket kjo, Hungaria, Mali I Zi, pastaj vjen mrekullia e botës, që është më mirë se Gjermania dhe Suedia, vjen Shqipëria. Shqipëria thot, kjo e sotmja e këtij ky raporti për që studion këtë të rajonit, po braktis punën në platforma që lullzoi gjatë pandemisë. Vende si Rumania, Hungaria kanë shënuar stabilitet ose rritje, pra aty ku folën për Kosovën çfarë, që e ka nisë gjatë kohës së pandemisë. Gjitha vendet kanë filluar me kalcifiku dhe me bë një biznes të qëndrueshëm. Shqipëria e ka pas si flak kashte. Edhe është bë kashte koqe si ajo që ishte sot ky, që ajo zonja që kishte në kraq huaj, I kishte mbiemrin Kashta, ky e ka mbiemrin Koqja, kaq. Kjo është teknologjia. Sa herë ta ngjoni këto ditë që thot startupet do bëhemi qendra e digitalizimit botës, se do investojmë teknologji, se e përdor shpesh këtë. Hapni internetin, shkruani në Google aty dhe kërkoni dhe gjini, bëni gjithmonë krahasime me Kosovën, me Maqedoninë, me Malinezi. Shtete shumë më të vogla se ne, me resurse shumë më të pakta se ne dhe me përparim disa fish para nesh. Mirë është që secili të ftillohet vetë, sepse unë këtë punë do bëj për ditë, do përpiqem të them të vërtetat që nuk I thot media tradicionale. Nesër pas nesër do fillojmë të flasim edhe kush e mban pushtet Edi Ramën. Ka emra që e mbajnë pushtet. Jo rastësisht të tema të tilla nuk diskutohen në median tonë. E mbyllim për sonte. Bëni subscribe, abonohu kanalit, se nuk ju gjen gjë, vetëm mirë ju gjen.